Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 18 shtator 2025. Jemi në ditën e Jupiterit. Kjo është një ditë që duhet kemi vërtet shumë kujdes. Në orët e para të kësaj dite do të kemi një Mërkur të vendosur te grada e fundit të shenjës së Virgjëreshës, të ketë edhe disa kënde të vështira me Saturnin dhe Neptunin. Vështirëson shumë përdorimin e logjikës tonë, mund të jemi shumë larg realitetit dhe të shmangemi atij. Mënyra se si mund ta bëjmë këtë është të fokusohemi më tepër tek problemet që shkaktojnë të tjerë. Kohën të cilën duhet ta shpenzoni për të fokusuar tek rritja jonë personale, për zhvillimin anës tonë materiale, gjithashtu edhe në lidhje me karrierën, do të na shkojë dëm. Do të kemi një ndjesi vërtet shumë të madhe se jemi zënë në Grack, dhe kjo i bën të gjitha lidhjet intime që të kalojnë një sprovë vërtet shumë të madhe. Si mund të zgjidhim këto, është e thjeshtë, si gjithmonë do të flasim hapur dhe të jemi më të vetëdijshëm, të kuptojmë arsyet e vërteta që po bëjmë reagime apo përzjedhim fjalët që po themi. Pas mesditës, pra orës 12, do të kemi kalimin e Mërkurit tek shenja e Peshorës. Të gjitha ndjesit tona janë vërtet shumë të fuqishme. Po nëse përdorim kthjellësinë e mendimit, po ashtu të diplomacinë që na jep Mërkuri në këto momente, do ta kemi më të thjeshtë të manovrojmë të gjitha situatat negative që mund të dalin. Edhe një këshill ekstra, duke qenë se pjesa e parë e ditës do të jetë e sfiduar dhe pjesa e dytë e ditës ka më tepër avantazhe, do të këshilloja që të gjitha vendimet e rëndësishme, diskutimet apo edhe udhëtimet t'i lëmë për pas orës 12. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.